Skuadra e futbollit të televizionit Alsat M në mënyrë bindëse ka fituar për herë të katërt turneun tradicional të mediave në Maqedoni, që organizohet nga Sportsko Radio 90.3. Në një finale interesante, Alsat M tregoi klasë të lartë duke deklasuar me rezultatin 9-1 ekipin e televizionit Alfa. Vetë fitoria e lartë në finale tregoi se Alsati nuk ka kundërshtar të denjë në këtë konkurrencë. Në finalen e madhe, rezultatin e zhbllokoi Bejtullah Jakupi me goditje të fortë nga distanca, ndërsa pak më vonë, Beki Marifi realizoi për 2-0. Arifi më vonë solli golin e dytë të tij për epërsi 3-0 të Alsatit, ndërsa Hebi Bunjaku çoi epërsin në 4-0. Skuadra e televizionit Alfa zbuti rezultatin në 4-1 pas një gabimi në mbrojtjen e Alsatit. Pjesa e dytë foli vetëm për njërën skuadër, pasi Alsat M arrin të shënoj për 5-1 me anë të Muhamet Zekirit. Kenan Balic shënoi golin e 6 para se Bunjaku të realizoi për 7-1. Deri në fund të takimit regjistrojmë golin e Muhamet Zekirit për rezultat 8-1. Ndërsa rezultatin përfundimtar, Alsati 9, Alfa 1, e vendosi Beki Marifi me golin e tij të tretë në këtë finale. Ndryshe, skuadra e Alsatit udhëtoi bindshëm drejt finales pasi në ndeshjen e parë të turneut mundi 3-0 Makedonsko Radion me golat e Beki Marifit, Hebi Bunjakut dhe Jakub Zekirit, derisa ndeshjen e dytë me Nova Makedonian e morën zyrtarisht 3-0 pasi ekipi kundërshtar nuk u paraqit në fushë. Në çerek finale, Alsati u takua me ekipin e televizionit 24 Vesti, të cilët i mundën me rezultat të lartë 11-0. Muhamet Zekiri ishte më efikas në këtë ndeshje me 5 gola të shënuar. Hebi Bunjaku realizoi 3 herë, 2 gola shënoi Jakub Zekiri, ndërsa Bejtullah Jakupi ishte autor i 1 goli. Takimi gjysmë final solli futboll kualitativ me Alsatin që kishte përballë skuadrën agile të MTV Teknikës, e fituar 6-1 nga televizioni ynë. Pjesa e parë ishte shumë e fortë dhe me rastet në të dyja palët, me Alsatin që avancoi 1-0 me golin e Jakub Zekirit. Në pjesën e dytë, Alsat M dominoi takimin, shënoi për 2-0 me anë të Bunjakut, ndërsa Muhamet Zekiri çoi rezultatin në 3-0 para se MTV Teknika të realizoi për 3-1, që njëherët ishte goli i parë i pranuar nga Alsat M në këtë turne. Deri në fund të ndeshjes, Alsati nuk lejoi befasi dhe me anë të Mahir Thachit, Muhamet Zekirit, këm në fillim, finalja e madhe u dominua nga Alsati që fitoi 9-1 televizionin Alfa. Alsat M udhëtoi bindshëm drejt finales duke shkatruar çdo kundërshtar që u dilte para dhe duke mbyllur turneun me gol diferencë bindëse. Më efikas në këtë turne ishte Muhamet Zekiri që realizoi 9 gola, ndërsa me nga 4 gola kontribuan Arifi dhe Jakub Zekiri. 3 gola realizoi Jakupi, nga 1 gol sollën Thaçi dhe Balic, ndërsa vlen të ceket se portieri Zylbehari pranoi vetëm 2 gola në 5 ndeshje, që në fakt Alsatin e bën skuadrën me sulmin më të mirë që realizoi 32 gola dhe mbrojtjen më të mirë me vetëm 2 gola të pranuar. Kjo ishte hera e 4 që ekipi i futbollit të vogël të televizionit Alsat M fiton këtë turne të mediave.